Unsere Verteidigungsminister werden heute eine Absichtserklärung über die Beschaffung weitreichender Waffensysteme aus ukrainischer Produktion, sogenannter Long-Range Fires, unterzeichnen. Es wird hierbei keine Reichweitenbeschränkungen geben. Die Ukraine kann sich damit vollumfänglich verteidigen, auch gegen militärische Ziele außerhalb des eigenen Staatsgebiets. Mehr Diplomatie als in den letzten 3 Wochen hat es in diesem Krieg von europäischer Seite noch nicht gegeben. Und in ganz enger Abstimmung mit Präsident Zelensky, in enger Abstimmung mit Präsident Trump. Ich hoffe, dass Russland dies sieht und dass sie unseren Willen, hier zu Gesprächen zu kommen, zu einem Waffenstillstand zu kommen und zu Friedensgesprächen zu kommen, auf allen Ebenen ernst nehmen. Nënshkrimi që ministrat e mbrojtjes së dy vendeve nënshkruan për sisteme të armë me rezë të gjatë veprimit të prodhimit të Ukrainës, të quajtur Long Range Fires. Dhe kuptohet me ndihmë dhe asistencë të specializuar gjermane, që jo vetëm që kanë autorizimin, po dhe prodhimin. Macroni ka dhe ca hallet tani sa ta marrë veten nga incidenti në do ta trajtojë në pjesën e dytë, do ta marrë. Patjetër që kjo çon në përshkallëzim. E bëri një tentativë Macroni për të marrë leadershimin e mbrojtjes e fuqisë, po themi bërthamore dhe të liderit të lokomotivës ushtarake të Europës kontinentale. Tani duket sikur Merci është i sinkronizuar me Macronin apo po del një hap përpara vet? Se ka mund të fillojë dhe konkurrencën. Ata kanë pasur gjithmonë konkurrencë, po janë të sinkronizuar. Pastaj pavarësisht apo sinkronizuar në Tiranë. Pavarësisht incidentit që ndodhi me presidentin Macron, ai i ka ofruar Europës dhe i ka dhënë garanci për çadrën bërthamore, pavarësisht çadrën bërthamore franceze. Por unë mendoj që situata po rëndohet në një farë mënyrë, po kjo po nxit edhe mundësisë më tepër të procesit diplomatike. Pikërisht pas këtyre lajmeve, pas këtyre t'i quajmë kërcënime apo jo kërcënime, apo t'i quajmë kompaktësim të Europës përballë Rusisë, menjëherë pat një kërcënim nga ana e Medvedevit për luftë bërthamore, për luftën e tretë botërore më saktë, jo luftë bërthamore. Por nga ana tjetër Putini që gjithmonë e lëshon Medvedevin të parin që bën kërcënimin dhe pastaj ai del më i zbutur, nxori atë propozimin, domethënë se çka kërkon Rusia në këtë. Dhe po ti shifsh ato 3 kërkesat e Rusisë ishin shumë më të zbutura në krahasim ato që ka kërkuar Rusia në fillim dhe Putini në fillim, domethënë. Dhe e para ishte që kërkonte neutralitetin, ata e ka kërkuar, nuk është edhe atë ja ka garantuar edhe Trumpi neutralitetin. Por që edhe mos përhapjen edhe Bideni nuk ishte për antarësimin dhe mos shtrirjen e NATO-s më tepër në linje. Edhe kjo është thujse e pranueshme sepse është si një nga shkaqet, është quajtur si një nga shkaqet e konfliktit. Pra, në një farë mënyrë dy nga këto, nga ana tjetër, një zbutje të sanksioneve që edhe këtë presidenti Trump ja ka garantuar, nëse do ulet apo do japet pushimin 30 ditor, ja ka garantuar. Pra, hyni i zbutur në këtë dhe të shohim tashmë ai memorandum i famshëm se çdo nxjerr në takimin e 2 qershorit në Stamboll.